kjo lëmi. Kjo është paka shumë ajo që... Kjo është ajo djesia jote, kjo është ajo si e ke jetuar ti jetën, ama në një kontekst shoqëror si i joni, kjo të vënë vështërsi. Definitivisht, sepse ka ndryshu, ne jemi një gjenerat pak më ndrysh. Kur je për toke, edhe njerëzit një ullët. Po, ose të marrin ma pak si që ka je në plët gjona. Dhe kështu, por në plët gjona mendoj që ja kom po hajrin. Që kjo përullësia ka ba me qenë gjithmonë mos fluturaj asë njëherë, pavarësisht sukseseve, ecjeve, gjona e tjera, dhe të jem në një nivel me ata që punoj, me ata që intervistoj, me ata që takoj, që është shpeshherë shtarisa shumë vulnerabël të popullësisë, ose njerëz që kanë pësu, që kanë vujtë shumë, dhe mendoj që kjo më ka ndihmu shumë që të gërmoj shpeshherë në anët më të errta, ose në anët më të pamundshme të profesionit. Këtë virtyt, konsideron se ta kanë keshpërdorur ndonjëherë? Po, është diçka që keshpërdoret vazhdimisht. A keshpërdoret shoqërisë? Po, absolutisht. E para mendoj që nuk e zotroj shumë artin e reklamës vetës, ose asoj shqitje, sell yourself. E dyta është që në shoqëritë e vogla resort, ku ju e dini, ne nuk kemi qenë shoqëni aq shumë goxha izolum, jo vetëm për shkak të rrethonave shoqëror-kulturore historike, por edhe për shkak në këto 2 dekadat e fundit, për shkak liberalizimit vizave, gjona të ndryshme. Dhe gazetarët në Kosovë përgjithësi kanë pas mundësi shumë të kufizuar për të lëvizë. Dhe derisa nuk lëviz shumë, nuk e hap mendje, nuk sheh se ky është një oqean i madh, mendoj që gjithë bota sillet rreth teje, edhe që je më i miri në këtë lagjen e vogël. Dhe po, definitivisht është keshpërdoret, dhe kjo është një prej pendimeve të mia. Mendoj shpeshherë që nuk është që kam menaxhu mirë situatat të vetvetes, po megjithatë nuk është që ka shumë pendime, prap, sepse mendoj që më ka ndihmu. Mendoj që secilit qenit modest, qenit i përullur i ndihmon në një formë ose në një tjetër. Ama qysh ka njerëz të përullur pak në shoqërinë tonë, ka shumë burravec tek ne. Definitivisht, po. Pak punojnë dhe shumë trumbetojnë kështu. Po, definitivisht unë shpeshherë u them sidomos gazetarëve të ri që të punumit në një vend vogël, edhe të punumit në media më të mëdha, ka një dallim esencial, sepse ajo që të bojnë uni e para, ti merr vlerësimin edhe ato konfidencën për punën tone, vetë besimin që e ke po në anën tjetër, trajtimi yt është as i mënyre, do të thënë është shumë i mirë, po në anën tjetër të mban me kam në tokë. Do të thonë që me undi që ti duhet të vazhdosh të mësosh, të gëdhendesh sa më shumë, sepse ke shumë punë para vetës. Prandaj mendoj që është virtyt, por është edhe një element tipar i domosdoshëm i secilit. Ajo që ti the që ka shumë burravec, që për pak gjona, po dikush e ka dhe artë, din me zotru mirë, unë mendoj që nuk e zotroj. Dikush din me u lavdu, kush se lavdon vetën, që shtojnë Gjakov. Do të shojmë tani një led me fotografi nga fillimet tua. Cila është më e hershme si fotografi? Është kjo para që si refugjate dhe si gazetare. Dhe me thënë, këtu, kjo është fotografi është në Ulqen, jo në tendat e refugjatëve shpishe, po këtu kam qenë duke punu me një ekip të gazetarëve, të huje dhe Ulqenak. Që moshe ke qenë?